Sot, për mua është dita më e shëmtuar. Nga ju, ta dini këta. Po jam shoh telefonat. Nuk e dini se sa dam keni prej telefon. Gjitha i prish ato sferat e jetës. More keni me humbën prej telefonave dhe dashurinë e gjyshit, dashurinë e prindërve, dashurinë e shokëve, çka më kryesore, edhe dashurinë ndaj mësimit. Ma keni prish që e fen gjyshit, e gjyshit të unë qëto. Gjysh na fal që nuk të respektua. Gjyshit. Po ja fali kësa here. Po ma, mos që shof telefona ndorë. Gjysh, telefoni na ban keq me prindërit. Bravo, Indri, qeq është. A veç me prindërit. Po edhe me shokë, me shka fole pak mere gjyshit. Edhe hupin dashurin ndaj gjyshit. Gjyshi më nuk ju vjen libe, nuk ju do gjyshi nësë ju shof telefona ndorë. Gjyshit. Po pse nuk ban me baj telefona ndorë? Sepse telefoni i bën fëmijë pasiv. Ti? Sepse telefoni në bën të ndërë. Po që kjo bre është bre, Dembela, pasiv, nuk e ngoni kërkan. Veç në telefon, dite në ato nëtë. Po, dikush a ka me pyjt diqka që tërsen. Atendrit, hajde. Telefoni në ban të ndërë mi keq, me krejt shokët dhe shokët. Pra. Po këshirë me bacë sa mirë be po I dini këto, edhe telefonën ndori kini marën. A më premtoni se mo telefon mos me I morë ndori? Jo, pra qeq ashtu, mos I merë ndori. Qka dënë me pas ndori? Pra, libra fletore, me shkujt me bizatur me logarit. Po ti bushra, të rëve gjyshju, qka në ma telefon? Sepse telefon në ban vëtme. Lumja gjyshje bre. Ngoni be, telefoni që tha bushra vet nja. Po veç ti me telefonin nje, nuk komunikon me kërkan, as me prindin, as me gjyshin, as me shok, me telefon si ti pas ati. Për ata boshin vet nja, kur kush nuk dëmbile bre, kur kush nuk të respekton. Gjyshit, në atë kohën tonë, nuk kemi dit bile s'ka është teknologjia, s'ka të bine që kjo kohë me armë të telefona. Ja. Po neve prindërit, mësusi, në ka thonën, mos se zba, mos se prek ata se zba, mos të nguth aty se zba. Dhe qatë fjallë kemi majtë mene edhe qatë kemi realizu. O pra. Ashtu Indrit, ashtu. Po gjysh, ashtu keni jetu e ju në atë kohë. Pra gjyshit, ashtu kemi jetu na. Edhe kemi qenë kulturum, na ka ndasht, prindërit na ka ndasht, mësusi. Po pra. Gjithë nga hakëris të shtenë dhe thonë. Shka foli bre, shka foli. O afan, thona gjyshi breshqim? Nuk e din sa miru me një telefon. O bre gjyshit. Unë s'po ju tham që hiqë mos me mbaj telefon, po telefonet e maha nuk gjem tesh diqka për thire, prindi, babi, apo mami, apo gjyshi për që thiri. Jo bre tanë ditën me telefon me deta, me lomësimin anësh. O kuptun? E marë telefonin, por vetëm për këtë një rast pa tjetër me thirë. Ku jeni, mos të banoni, e janë ma shpejt, kujdes gjatë rrugës. Bravo. O gjyshe, ju kur keni këngë në kohën e li qka keni bo? Gjysha kemi bo. Na ju kemi ndihmu prindve. Baba jam ishte I plak.
Në pak lov, e do një drum, do një send, do një shka s'mu ke me bajt, unë e bajsh në imi mësh në babas, i rrëdhish mi drop për dimën, në bash mi gati, mirë këtë ara, por në shmi, dohan, shka kemi hek me dohanin gjyshe, O gjysh, sa telefoni ki pas në atë kohë? Që. Par telefoni gjysh, ku ka pas në atë kohë telefon? Ku ka pas? Veç me fjallë gjysh ti mi mor vesh, me fjallë, me letra, pa. E gjyshe, po shkova u shtarën, prendet një që është në letra. A e letra u vanake, me ditë u vanake, letra te sa mi kem shpet. Ku ka pas telefon? Gjyshe. Lesa, u shtarë kemi nejtë, një vjeta për një vjetë, gjyshe mi këthuje. Ato që shkoshin gurbe, në vetë kumë, me kumë. Ato me mundë, me vjetë, ka një letra e qashin. Ajo letra, a vike në shpi, a nuk vike në shpi. A i posjerin, Allah po bja e ka pruna, jo. Edhe janë bërë njerës të merak shumë, për fmine vetë në gurbe që ka shkue. Në që shkemi hekë, shkemi hekë. Gjyshe të ku ishku i djendër nëndë, çfarë dojna këna dujë. O, gjyshe në lagjën tonë, të qka lagjë shka. Ska pas të lëtes, ja, po në fush. E kemi pas një top. Edhe a topin mbrerush me sy të ballit. Njave ma ke një shok, njave ma ke tjetri, që mos të humbe t'i kom, edhe pi qefit a kemi topin shpi. Me a top kemi lutë. Gjyshe lojna, s'ka pasë kështë që keni lojna. Jo tash, lojna pej një kashore fmi, lojna pej bleni fmire. Gjyshe, une që të regojse që si kemi lutë me tope. Une kam mbroj, po qërë kam qenë une, as një gosë me epshin mu, as një gosë. Po pra. Pra, unë pishof një dy, Blin, e atë gjyshe. E atë jo prezentoj Blin, sa e atë gjyshe, Blin, opo. Të gjyshe, a do gjyshe te? A do gjyshe? Ti se po të emnin? Hafsa. Ja pra sot kemi edhe, më thot dy Mustafir, Hafsa dhe Blinin. Blini ashtë kisa bukurash në dhe gjyshe me ta, Blibora, po pra. Edhe Bushra. Bushra me jo pak më herë, jo Bushra. Bushra është zase shumë shkërqyshe. Kire në gjënë barësh. Doni edhe më konë si Bushra, me dhe gjuhë babin, mamin, gjyshin. A të të gjoni? Pa. Edhe gjyshin jo du juve, tepër jo du, se gjyshin e gjoni. Ma i një besën fjallë që telefon më mëse marrë ndohë? Bravo, gjyshin ka më dashtë, ma shumë ka më dashtë. Gjyshin jo du a shumë, edhe më ka shumë. Bravo, gjyshin krejtja gjati të donë. Gjyshe dhe një dua shumë. Ajde, përshëndesën e dorë. Ajde, përshëndetje, ajde. Mirë pafshim, epizodin tjetër. Bravo. Me dorë.